Një gjurmë gishtash e lënë në vendin e ngjarjes u bë çelësi për shkatrimin e një rrjeti të madh ndërkombëtar të drogës, i goditur nga operacioni Fingerprint, i koordinuar nga Drejtoria Antimafia e Firenzës. Hetimet, që zgjatën 3 vite, çuan në lëshimin e 12 urdhrave arresti dhe 20 kontrolleve në Itali e Shqipëri. Në Portes të Fierit u ndalua 41 vjeçari Edi Edison Hoxha, i kërkuar nga drejtësia italiane. Sipas mediave italiane, organizata kriminale ishte e strukturuar në 3 celula të drejtuara nga shqiptar. Një grup importonte kokainë nga Holanda për tregun italian. Një tjetër e shpërndante drejt Zvicrës, duke e kombinuar me hashash dhe marijuan, ndërsa celula e tretë, gjithashtu shqiptare, merrej me futjen e kanabisit nga Zvicra në Itali. Operacioni u zhvillua njëkohësisht në 10 provinca italiane me mbi 100 efektiv dhe njësi me qenë antidrog. Nga hetimet u sekuestruan 2 kg kokainë, 22 kg marihuan dhe rreth gjysmë kilogrami hashash. Policia italiane njoftoi se përveç 12 të arrestuarve, u kapën edhe 4 persona të tjerë në flagrancë, me shtyre edhe një grua, duke e konsideruar operacionin si një nga më të mëdhenjtë e viteve të fundit në luftën kundër trafikut të drogës me bazë shqiptare.